Horoskopi ditor e diel 20 prill 2025. Dashi. Ditë goxha e vështirë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Ende nuk do të arrini dot të zgjidhni problemet e së shkuarës. Beqarët do të bien kokë e këmbë në dashuri me një person të cilin e ka njohur prej vitesh, por kur nuk e kam parë si partner të mundshëm. Në planin financiar situata nuk do të jetë e ekuilibruar, prandaj bëni kujdes me çdo hap që do të hidhni. Demi. Ndikimi i yjeve do të jetë shumë pozitiv gjatë kësaj dite. Do të merreni vesh për mrekullim me partnerin dhe do të jeni gati edhe të hidhni hapa më tej me të. Beqarët do të jenë të pavëmendshëm dhe nuk do të përfitojnë dot nga mundësitë që do t'ju dalin përpara. Në planin financiar të gjitha sakrifisat që keni bërë së fundmi do të japin frytet e veta. Do të ndiheni më të qetë kur të shpenzoni. Binjakët. Do të keni një komunikim të mirë me partnerin tuaj sot dhe kjo do t'ju ndihmojë të zgjidhni disa nga problemet më delikate që ju kanë dalë së fundmi. Në mbrëmje do të jeni më të qetë dhe do të buzëqeshni. Beqarët do e takojnë më në fund princin e tyre të kaltër dhe jeta do t'ju ndryshojë. Në planin financiar do të dini si të silleni në çdo moment dhe nuk do të keni as pak të papritura. Gaforia. Do i shtoni dozat e fantazisë sot juve që jeni në një lidhje dhe emocionet kanë për të qenë të shumta. Shfrytëzojeni çdo moment deri në maksimum. Beqarët as që do e kenë në mendje krijimin e një lidhje pasi ju pëlqen ende jeta që bëjnë. Buxheti do të fillojë të përmirësohet disi, pasi do të jeni të logjikshëm me shpenzimet dhe do të hiqni edhe disa para më njam. Luani. Ditë magjike do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do ja kaloni kaq mirë sa her pas here do t'ju duket vetja si në përëndra. Shfrytëzojeni çdo sekond. Beqarët do të arrijnë më në fund të shfrytëzojnë mundësitë që do t'u jepen për takime dhe do të hedhin hapat e parë drejt ndryshimit të statusit. Me financat do të dini si të silleni gjithmonë dhe nuk do të keni asnjë tronditje. Virgjëresha. Dita e sotme nuk do të jetë shumë harmonike për ata që janë në një lidhje. Nuk do toleroni për asnjë çast partnerin dhe gjithmonë do të mendoni se keni të drejtë. Beqarët më mirë të presin edhe pak ditë për të bërë ndryshime, pasi nëse pranojnë propozimet e sotme, mund të kenë probleme më vonë. Financat do të dini si t'i mbani gjatë gjithë kohës të qëndrueshme. Peshorja. Ditë shumë e mirë dhe me diell do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të merreni vesh për çdo gjë me partnerin dhe do e lini një herë mirë pas krave të shkuarën e hidhur. Beqarët do të kenë një ditë të pazakonshme. Nuk duhet të ndihen keq që nuk do të gjejnë dashurinë pasi shumë gjëra do t'ju ndryshojnë. Me financat do të dini si të silleni dhe marrëdhënia do të jetë e qëndrueshme. Akrepi. Sot duhet të përfitoni sa të mundni nga momentet kur të jeni pranë partnerit tuaj, sepse jo gjithmonë mund t'ju vinë raste të tilla. Ai do t'ju dashurojë me gjithëqenien e tij dhe do t'ju bëjë edhe surpriza. Beqarët nuk do të ndihen të lirë të bëjnë atë që duan. Në planin financiar duhet të merreni më tepër me menaxhimin e parave që keni, pasi nëse i lini pas dore, do të keni tronditje. Shigjetari. Më në fund do të rigjeni ekuilibrin sot ju të dashuruarit dhe do të jeni më të hapur për të folur për gjithçka. Mbrëmja ka për të qenë plot me ngjyra dhe emocione. Beqarët, sado që të mundohen, nuk do të mund të gjejnë personin e tyre të ëndrave. Në planin financiar probleme do të vazhdojnë, kështu që duhet patjetër të kërkoni sa më parë ndihmë nga të afërmit tuaj. Britsjapi. Zemra juaj do të ndihet mjaft mirë sot pasi partneri do të di si t'ju bëjë të emocionoheni në çdo moment. Nuk do të doni të shkëputeni për asnjë çast prej tij. Beqarët do të rizgjohen nga gjumi letargjik tek i cili kishin rënë dhe do të kërkojnë dashurinë e madhe. Në planin financiar duhet të bëni pak më tepër durim që situata të stabilizohet. Për të thënë të vërtetën, nuk do të jetë gjë e lehtë. Ujori. Sido që t'ju vi dita sot do t'i qëndroni gjatë gjithë kohës besnik partnerit tuaj. Marrëdhënia me të nuk do të ketë as pak probleme. Beqarët nuk duhet të hedhin asnjë hap nëse që në fillim nuk do të ndihen rahat me personat që do t'i joshin.
Ka kohë për të bërë ndryshime. Me shpenzimet do të jeni gjatë gjithë kohës të arsyeshëm dhe nuk do të hidhni hapa të gabuara. Do të jeni më të qetë. Peshqit. Sot nuk do të keni debate me partnerin, por rutina do të mbizotrojë dhe kjo mund t'ju mërzisë në pjesën më të madhe të kohës. Beqarët do të pëlqejë një person me profesionin e avokatit dhe me shenjën e luanit. Jo të gjithë do të mund t'i bëjnë për vete. Financa do të fillojnë të përmirësohen ndjeshëm dhe ju do të ndiheni më mirë se më parë.